Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotëria, ku po takohemi sërish së bashku në kanalin ton për të ndarë detajet më të fundit të vrasjes së 22 vjeçares në Tiranë, Ilaria Sula. Ilaria jetonte në Itali, vinte nga Shqipëria, ajo ka ndruar jetë në Itali, u vra nga i dashuri i saj. Fillimisht, rasti u raportua si e humbur. Do me thënë e raportuan prindërit e saj në policinë italiane. Ilaria banonte me shoqet e saj në banesën në vendin ku ajo studionte, ku shoqet e Ilarias kishin informuar prindërit e Ilarias që se nga data 25 mars, nëse nuk gabohem, Ilaria nuk është në banesë. Prindërit e kishin raportuar si të humbur, ku më pas baba Ilarias ishte takuar me të dashurin e Ilarias, ku djali në fjalë ishte shumë i ftohtë, ishte shumë okej, e përqafoi babain si kur nuk do të kishte ndodhur asnjë gjë tjetër. Më pas u zbulua kufoma e Ilarias dhe policia menjëherë arriti që ta kupton se Ilaria është vrarë nga i dashuri i saj. Në ditët në vazhdim, pas të gjitha hetimeve, në një televizion italian u shfaq një vajzë e cila fliste gjatë kohës kur i dashuri Ilarias, Marku, ka vrarë Ilarian, ka folur njëkohësisht nga një chat me një vajzë tjetër me të cilën ka dashur të krijojë një lidhje dhe një njohje të re, edhe pse ai kishte bërë krimin ndaj Ilarias. Në polici, nëna e Markut ka thënë që unë nuk doja që im birë të shoqëroj me këtë femër dhe isha kundër marrëdhënies së tyre. Ku menjëherë policia, do me thënë, filloi të mendon që edhe prindërit e Markut janë të përfshirë në këtë vrasje të organizuar në këtë rast të Ilaria Sulës. Detajet të reja janë zbuluar nga vrasja makabër e 22 vjeçares shqiptare Ilaria Sula nga ish i dashur i saj Filipinas Mark Samson. Sipas hetimeve të kryera, mësohet se në banesën e familjes janë gjetur gjurmë gjenetike të një mashkulli që nuk i përkasin autorit, duke shtuar edhe më shumë dyshimet se i riu nuk e ka kryer i vetëm këtë krim. Disa ditë pas krimit, ekspertët e policisë shkencore janë rikthyer në banesën e tij dhe kanë sekuestruar disa palë këpucë që ndodheshin aty. Mbi këto këpucë, si edhe në valixhen ku u fut trupi i Ilarias, pasi u vendos në 2 qese mbeturinash, janë gjetur gjurmë të ADN-s mashkullore që nuk i përkasin Markut. Megjithse, ende nuk dihet nëse bëhet fjalë për gjurmë të vjetra. Më herët u raportua se përveç nënës së tij, e cila e ka ndihmuar të pastrojë gjurmët e gjakut në dhomën e gjumit, ku ai tha se e ka goditur Ilarian 3 herë me thik, Mark është ndihmuar të fshet trupin e saj nga 2 shokë të tij dhe hap skenar të rinj për hetuesin. Megjithatë, hipoteza e hetuesve mbetet e pandryshuar, pasi sipas mediave italiane për prokurorin Giuseppe Casinici dhe për prokuroren Maria Perna, rëfimi i gjatë i Mark Samson para gjykatësit për hetimet paraprake përputhet pjesërisht me faktet e gjetura. Prokuroria dhe hetuesit kriminalistik vazhdojnë të besojnë se i riu ka vrarë ish të dashurën e tij më 25 mars, kur Ilaria kishte shkuar në banesën në rrugën Homs, ku 23 vjeçari jetonte me prindërit për t'i kthyer stendet personale, rrobat dhe unazën e fejesës. Ndërkohë Mark ka këmbëngulur gjithmonë se ka vrarë mëngjesin e 26 marsit. Ky është një detaj thelbësor, sepse nëse vrasja ka ndodhur me 26 mars në mëngjes, atëherë të 2 prindërit do kishin qenë të pranishëm në banesë 50 metër katror ku ata banonin. Nëna e zbuluar dhe përmes qelizave telefonike ka pranuar se e ka ndihmuar Markun për të fshirë gjurmët e gjakut dhe është nën hetim për bashkëpunim në fshehjen e trupit, ndërsa i ati deri më tani ka qenë jashtë hetimeve, pasi besohet se ka qenë jashtë banesës në momentin e krimit dhe është kthyer vetëm pas dite. Diçka që përforcohet edhe nga të dhënat celulare. Megjithatë, çështja kryesore mbetet transportimi i trupit deri te makina, në një lagje shumë të populluar, ku do të ishte e vështirë të kalonte pa u vënë re rreth orës 14, siç e ka përshkruar vetë ai, dyshohet se Mark mund të jetë ndihmuar nga babai i tij.
Sipas hetuesve, është e vështirë të besohet se Ilaria mund të ketë qëndruar për të fjetur natën në shtëpinë e Markut, sidomos pasi ai atë ditë pas dite kishte shkuar në shtëpinë e saj dhe kishte tentuar të merrte laptopin e saj. Gjithashtu, duket e pamundur që Mark të ketë arritur të transportojë i vetëm trupin për rreth 100 metra, veçanërisht në një orar ku rrugët ishin plot me njerëz dhe makina. Gjurmët në këpucë mund të ndihmojnë për të lidhur persona të tjerë me ngjarjen, si për shembull, vendodhjen e trupit, i cili u hodh në një gërmin përgjatë rrugës në Kapranika, Prenestina, do me thënë quhet lagja ku është hedhur trupi i Ilariës, dhe mbi të gjitha, dhe nuk dihet se nëse Mark ka vepruar vet apo me ndihmën e dikujt. Ndërkohë, nga hetimet e policisë mbi situatën e studimeve të Markut, një nga pikat që dyshohet se ka shkaktuar krizën në çift ka dalë në dritë se ai kishte gënjur të dy prindërit dhe të dashurën. Ai kishte dhënë vetëm një provim në Fakultetin e Arkitekturës, ndonse të gjithë besonin se ishte afër diplomimit. Do me thënë, bëhet fjalë për një çift që kanë qenë student. Tani, nëna e Markut, në deklaratën e saj për policinë italiane, ka thënë që unë isha kundër Ilariës që të vinte në shtëpinë tonë, sepse Ilaria po defokusonte Markun nga mësimet. Tani, Marku dhe Ilaria kanë patur një fejes, do me thënë, Ilaria ka patur krizë me Markun dhe po atë ditë të datës 25 mars, ka shkuar në shtëpinë e tyre, ku prezent kanë qenë dhe prindërit e Markut, dhe Ilaria, sipas deklaratës së Markut, që deri më tani, do me thënë, prokuroria dhe policia italiane ka lejuar të bëhet e ditur për medien, sepse nuk e kanë zvardur të gjithë deklaratat, që Marku e ka kërcënuar Ilariën dhe kanë patur një zënk në dhomën e tyre të gjumit, ku më pas, sipas deklaratës së Markut, Ilaria ka fjetur po në këtë banesë, këto kanë qenë deklaratat e fillimit, dhe pasi që autobusi gjatë orëve të vona të natës nuk ka funksionuar, Ilaria është detyruar që të flejë aty dhe më pas, do me thënë, Marku e ka shoqëruar Ilariën në mëngjes me ushqim dhe me thikën që Ilaria do të hante ushqimin, Marku e ka therrur Ilariën dhe Ilaria ka ndruar jetë. Tani nuk e dim në qoftë se ka vdekur në moment apo ka vdekur më vonë, këtë gjë, do me thënë, kjo do të zbulohet edhe sipas të gjitha kërkimeve që do të bëhen. Por, më pas, dyshimet janë shumë të mëdha, se Marku ka thënë në fillim që unë vete transportova trupin, më falni, por Marku e ka vënë trupin në lagjen ku ai, apo në zonën ku ai ka bërë vrapim dhe ka bërë hecje me biçikletë. Do me thënë, në detajet e fundit që vinë për rastin e Mark Samson dhe Ilaria Sulës, janë detajet tronditse që kjo vrasja dyshohet të jetë krim i organizuar, në kuptimin që Marku e ka vrarë Ilariën, nëna e Markut në këtë rast ka ndihmuar që Marku të pastron vendin, të fshijë qylimin, të pastron dyshemen, dhe babai Markut ka ndihmuar në transportimin e trupit nga banesa deri tek vendi i ngjarjes ku Marku dhe e ka hedhur kufomën të Ilariës. Është një krim makabër, është një ngjarje e tmerrshme, është një histori që në fakt të iriton kur e flasësh se si mundet një huaj të vret një vajzë shqiptare, por besoj që policia italiane, duke besuar në drejtësinë e tyre, do ta zbardhën këtë rast dhe këtë familje ta dënojë me dënimin më të rënd të mundshëm që fliuan nga jeta një vajzë 22 vjeçare për problemin e tyre që kanë patur ato si familje dhe jo Ilaria.